Më falni. Më falni që ka ndodhur. Më falni. Pas një mosmarrëveshje në mes të pandehurit, e Don Bujupi dhe miqve të tij, babait dhe vëllait të bashortës, kanë filluar përleshje në mes veti, ku gjatë përleshjes fizike në mes tyre, me dashje që ta privojnë nga jeta e pandehurit, e Don godet me anë të ftohtë. Të akuzuarin e Don Bujupi e gjykon për veprën penale, vrasje në tejkalim të kufive të mbrojtjes së nevojshme i shqipton, dënim me burgim në proçate prej 12 vite. Gjykata themelore në Prishtinë, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor të mbajtur me datë 25/09/2025, në emër të popullit, mori dhe shpalli publikisht sot me datë 29/09/2025 këtë aktgjykim. I pandehuri e Don Bujupi është fajtor sepse me datën 29/09/2023, rreth orës 21:15 minuta, në banesën e tij në rrugën Ali Vitia, pas një mosmarrëveshje në mes të pandehurit, e Don Bujupi dhe miqve të tij, babait dhe vëllait të bashortës, kanë filluar përleshje në mes veti, ku gjatë përleshjes fizike në mes tyre, me dashje që ta privojnë nga jeta e pandehurit, e Don godet me anë të ftohtë, e cila ishte gjatësisë, teu ishte gjatësisë 90 mm, se më kam letën pra në regionin e Majtë Trarorit, tani të djenin Ali Kosova, i cili si pasojë plagëve të shkaktuara ka ndruar jetë në SHSK, e gjitha kjo si pasojë e sulmit të atëqatshëm, që është të paprishëm dhe të kundërligjshëm, që është shkaktuar të pandehurit, me çka ka kryer veprën penale vrasje në tejkalim të kufive të mbrojtjes së nevojshme, nga neni 172 paragrafi lidhur me nenin 12 paragrafi 3 dhe 4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Andaj gjykata në bazë të dispozitave ligjore të Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe Kodit Procedurës Penale, të akuzuarin e Don Bujupi e gjykon për veprën penale vrasje në tejkalim të kufive të mbrojtjes së nevojshme nga neni 172 lidhur me nenin 12 paragrafi 3 dhe 4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, i shqipton dënim me burgim në proçate prej 12 vite, i cili dënim do të ekzekutohet 15 ditë pas plotësishtërisë së këtij aktgjykimi. Konformi 79 paragrafin e Kodit Procedurës Penale, Kodit Penal të Republikës së Kosovës, në dënimin e shqiptuar të pandehurit e Don Bujupit do të llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 1/12/2023 e tutje. Të pandehurit e Don Bujupi vazhdohet mosa e paraburgimit deri në plotfuqishmëri, por jo më gjatë se dënimi shqiptuar me burgim prej 13 vitesh. Detyrohet i pandehurit që t'i paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të gjykatës dhe atë në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 100 euro, si dhe në emër të kompensimit të viktimave të krimit të paguar shumën prej 50 euro, të gjitha plotëhen në afat prej 15 ditëve nga dita kur aktgjykimi të bëhet i formës së prej 9 kësnimin e përmbarimit me detyrim. Të dëmtuarat Aysel dhe After Kosova, për shkak të deklarimit jo të qartë të tyre, atëherë i kemi udhëzuar për realizim të kërkesës pasurore juridike, i kemi udhëzuar në kontest civil. Nuk kanë qenë qarta në këtë pikë. Konformimi 367 Kodit Procedurës Penale obligohet i akuzuari që deri në përfundim të procedurës të njoftojë gjykatën për çdo ndryshim të adresës. Konformimi 374 paragrafi 1 Kodit Procedurës Penale, palët mund të paraqesin ankesë kundër këtij aktgjykimi në gjykatën themelore në Prishtinë për gjykatën e apelit të Kosovës në afat prej 30 ditësh. Gjykata deri tek ky vendim që u shpall tani ka ardhur duke pas parasysh të gjitha provat, faktet dhe rrethonat që kanë ndikuar deri tek ardha e këtij vendimi të gjykatës. Gjykata i ka pas parasysh si rrethonat lehtësuese, po ashtu edhe ato rënduese, të cilat do t'i merrni në formë të shkruar. Arsyeja pse kemi shkuar me tejkalim, vrasjen në tejkalim të kufive të mbrojtjes së nevojshme është se i pandehurit tani paraprakisht ka qenë i sulmuar nga Ajdeni dhe tani ndjeri Ali, kështu që e gjitha kjo ka ndikuar që cilësimi juridik të bëhet ndryshe, pra të rikualifikohet dhe të vinë deri tek ky ndryshim. Arsyetimin e plot do ta merrni në formë të shkruar dhe në formë të detajuar. Kjo është vendimi i gjykatës, po të paknoqura kanë të drejtë ankesë 30 ditë pasi ta marrin të njëjtin në formë të shkruar. Treniruar.